E keni marrë vesh juve që shenjti ka filluar edhe shetë brende origjinale. Dhe jo, nuk vinë nga Kina, nuk janë të shenjit, por janë në fakt dyqane që operojnë në Gjermani dhe mua më erdhën për 2 ditë këto. Nga momenti i porositjes. Se kemi edhe një ndihmëse këtu që na ndihmon se si t'i hapim dhe t'i shqyejmë. Marr nga Adidas këto atletet që janë sportive, normale. Më pëlqejnë shumë nga ngjyra sepse janë ngjyra shumë të kombinueshme. Janë pak më të larta se ç'duhet për shijet e mia, por që po, këto i mora në shenjë të dashur miq, kanë edhe etiketat e tyre. Janë goxha të forta si atlete, mund ta dallosh. Dhe besoj që me ngjyrat që ka do kombinohet me shumë veshje. Mora edhe këtë bluzën nga Nike, që mora si për rezin, por kam përshtypjen që nuk do t'i bëj sepse është XL dhe rezi e do më të madhe. Rezi këto të Nike-ut që ka, i ka 2XL. Kështu që edhe mund t'i bëj, nuk është ndonjë çudi. Por që me mundësi do ta vesh vetë si oversize. Mendoj pal pantallona të shkurtra me atletet Adidas apo nuk shkojnë Nike me Adidas. Të shkojnë se e vendos unë do shkojnë apo jo. A vesh një herë unë kot këtë bluzën kështu. Normale që më rri pak e gjatë sepse XL-ja unë vesh S-ja normalisht, kështu që. E më pëlqen këtu mami, e ban Tung. Gjithsesi linkun e këtyre të dy produkteve që pa do t'ua lë poshtë në description dhe mund të klikoni edhe kodin për të përfituar uljet tuaja.